Dhe zgjidhja e kësaj situate në vazhdimsi gjithmonë kthehet tek edukimi dhe për këtë arsye programet e edukimit medial që është ky sot janë të rëndësishme. Po ashtu një fokus shumë i rëndësishëm i këtij programi është edhe elementi i rrugës së privatësisë dhe kontrollimit të dhënave personale. Do të jetë prezente në 5 qytete të Kosovës ku është zhvilluar një program i kombinuar midis ekspozitës, e cila ka për qëllim edukimin e trive për çrregullimin e informacionit, dezinformatën dhe po ashtu konceptet e tjera të ruajtjes së privatësisë dhe krahas ekspozitës ekziston edhe një program i gjatë i zhvillimit të kapaciteteve për trit, duke ju ofruar një program të trajnimit i cili është shumë i strukturuar dhe i cili ju ofron atyre informacione të detajuara, fillimisht për mënyrën se si duhet të lexohet. Edhe në mediat po ashtu një fokus shumë i rëndësishëm i këtij programi është edhe elementi i rrugës së privatësisë dhe kontrollimit të dhënave personale. Ajo që kemi mbërë me kuptuar deri tash është që dezinformata ka një ndikim shumë të lartë në jetën tonë të përditshme. Tu e nis prej asaj se çka blejmë na në marketet tona, ku shërohemi na e deri tek vendimarrja politike. Pra, në momentin kur konstatojmë që ka një problem të madh me ndikimin e dezinformatës në jetën e përditshme, atëherë neve na rrjedh edhe dhëna apo konstatimi që dezinformata është shumë prezente qoftë në media, mirë po në konceptin tonë nuk është problemi vetëm në dezinformatën në media, por me dezinformatën në konceptin gjithëshoqëror, për shkak se dezinformata gjendet edhe në librat shkollor, edhe në kulturë, edhe në muzikë, edhe në faqet qeveritare, edhe në diskursin publik, dhe zgjidhja e kësaj situate në vazhdimsi gjithmonë kthehet tek edukimi dhe për këtë arsye programet e edukimit medial që është ky sot janë të rëndësishme.